Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Tallinn të Estonisë për të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare Lenart Meri 2026, një nga forumet më të rëndësishme për politikën e jashtme dhe të sigurisë globale. Rama do të jetë pjesë e panelit hapës mbi bashkëpunimin transatlantik, ku do të diskutohen sfidat e sigurisë, roli i NATO-s dhe situata në Ukrainë. Rama u takua para ditën e sotme me homologun estonez Kristen Michael. E më pas do të pritet edhe nga presidenti Alarkeris. Me homologun estonez, Rama zhvilloi edhe një konferencë të përbashkët për shtyp, ku kryeministri i Estonisë deklaroi mbështetjen e fuqishme për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe rrugtimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Union. Teksa kishte përballë homologun Edi Rama, ai theksoi se nëse Shqipëria përmbush angazhimet dhe reformat e kërkuara, atëherë dhe Bashkimi Evropian do të mbajë premtimet ndaj saj. Në agjendën e Ramës në Estoni përfshihet edhe vizita në qendrën e ekselencës së NATO-s për mbrojtjen kibernetike, në memorialin e viktimave të komunizmit dhe në qendrën digjitale të Estonisë. Rama pritet në vijim të agjendës të japë edhe një intervistë për gazetën estoneze Post Times lidhur me rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet për fundosjen e pallateve në projektin Durrës Marina pas raportimeve për dëmtime serioze në strukturat e themeleve. Sipas verifikimeve të IKMT-s, një prej objekteve ka psuar ulje prej 28 cm-sh, ndërsa një tjetër me rreth 18 cm. Hetimet janë aktualisht në fazën fillestare dhe prokuroria po mbledh dokumentacionin teknik, ndërsa pritet edhe marrja në pyetje e personave përgjegjës për projektimin dhe zbatimin e punimeve. Autoritetet kanë kërkuar masa urgjente për përforcimin strukturor të godinave të Alabar dhe pritet të emërohen ekspert ligjor për të analizuar cilësinë e ndërtimit dhe shkaqet e dëmtimeve. Projekti luksoz financohet nga kompania arabe Emar Properties në bashkëpunim me shtetin shqiptar, ndërsa ndërtimi i godinave është kryer nga kompania Elmazaj Konstruksion, ndërsa priten edhe kallëzimet e para nga qytetarët që kanë bler apartamente dhe njësi tregtare në objektet e dëmtuara. Apeli i gjykatës së posaçme ka rikthyer në burg një ditë më parë ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka. Mirë po, vendimi nuk është ekzekutuar ende pasi ai ndodhet jashtë Shqipërisë prej muajsh tashmë. Gjykata la në fuqi dënimin me 2 vite burg për shpërdorim detyre, por ndryshoi masën e sigurisë duke rikthyer arrestin me burg. Sipas përllogaritjeve, Kokosi kanë mbetur rreth 6 muaj dënim për çështjen e inceneratorit të Tiranës. SPAK pretendon se gjatë kontratës koncesionare të vitit 2017 për inceneratorin e Sharrës, me vlerë mbi 128 milionë euro, zyrtarët të Ministrisë së Mjedisit favorizuan kompaninë e biznesmenit Klodian Zoto në procedurat e konkurimit. Koka u arrestua fillimisht në vitin 2021 për inceneratorin e Elbasanit dhe më pas u përfshi edhe në hetimet për Fierin e Tiranën, ndërsa u lirua nga burgu në fund të vitit 2025. Nuk dihet nëse Koka do të vetë dorëzohet apo do të preferojë të qëndrojë i arratisur. SPAK ka marrë pandeur Izmir Sakicën, Samuel Troshanin dhe Franco Lekën për planifikimin e vrasjes së Aleksandër Prendit dhe familjarëve të tij. Sipas hetimeve, grupi i armatosur kishte shkuar me mjete të blinduara në fshatin Ranz të Vaut të Dejes për të kryer ekzekutimin, por plani dështoi pasi Prendi hapi zjarr ndaj tyre sapo hyn në zonë. Prokuroria thotë se pati shkëmbim zjarri me spalve, pat plagosur por me dëmtime në automjete. SPAK ka ngritur akuza për vrasje në rrethana cilësuese në tentativë, sigurim kushtesh për të kryer vrasje dhe armbajtje pa leje. Në kuadër të grupit kriminal, edhe Aleksandër Prendi është nën hetim për vrasje në tentativë. Aktualisht në burg ndodhen vetëm Sakica dhe Troshani, ndërsa Franco Leka dhe Prendi vijojnë tje në kërkim. Policia e shtetit dhe forcat Renea zhvilluan kontrolle sot në mirëditë pas dyshimeve se në Shqipëri ishte futur Elson Reçi, i shpallur në kërkim prej majit 2024. Forcat speciale kontrolluan banesën dhe ambiente të tjera në zonë, por pa rezultat, pasi më vonë rezultoi se në territor kishte hyrë vëllai i tij dhe jo vetë Reçi. Sipas SPAK-ut, Elson Reçi akuzohet se organizoi atentatin ndaj Prenk Gjinit si hakmarrje për vrasjen e xhaxhait të tij Kastriot Reçi. Hetimet thonë se ai siguroi automjetet, vendosi GPS dhe eksploziv në makinën e Gjinit, edhe bashkëpunoi me persona të lidhur me grupin e Nureddin Dumanit. SPAK dyshon gjithashtu se Reçi ndihmoi nga efektiv policie, mes tyre edhe Klodian Shahini, i cili dyshohet se siguronte informacione për lëvizjet e Prenk Gjinit. Eurokomisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos viziton sot Prishtinën, ku do të takohet me kryeministrin Albin Kurti dhe më pas do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp. Gjatë vizitës Kos do të zhvillojë takime edhe me presidenten në detyrë Albulena Axhiu. Në fokus të bisedimeve pritet të jenë reformat për integrimin evropian dhe plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Kjo është vizita e parë zyrtare e Marta Kos në Kosovë që prej marrjes së detyrës në vitin 2024 dhe vjen pak javë para zgjedhjeve të 7 qershorit në Kosovë. Vizita zhvillohet edhe në një moment tensioni gjeopolitik, pasi Marta Kos ka paralajmëruar më herët për rrezikun e ndikimit destabilizues rus në Ballkanin Perëndimor, nëse procesi i integrimit në Bashkimin Evropian vonohet.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka përfunduar vizitën shtetërore në Kinë duke u larguar me avionin presidencial Air Force One mes ceremonive zyrtare, broritjeve në pistë. Gjatë largimit Trump zhvilloi edhe një bisedë të shkurtër me ministrin e jashtëm kinez, ndërsa dhjetra të rinj me flamuj amerikane kineze përcollën në tapetin e kuq. Presidenti kinez Xi Jinping e cilësoi vizitën si historike dhe tha se të dyja vendet kanë vendosur themele për një marrëdhënie konstruktive, strategjike dhe të qëndrueshme. Xi theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ekonomik dhe koordinimit ndërkombëtar mes dy fuqive më të mëdha botërore. Nga ana tjetër, Trump e përshkroi vizitën si shumë të suksesshme dhe të paharrueshme, duke deklaruar se janë arritur marrëveshje të rëndësishme dhe janë zgjidhur disa çështje mes dy vendeve. Ai shtoi se marrëdhëniet SBA-Kinë do të vazhdojnë të përmirësohen dhe shprehu dëshirën për të pritur Xi Jinping në Washington. Shqipëria kualifikohet zyrtarisht në finalen e madhe të Eurovisionit fal performancës së Alice me këngën Nan. Në skenën magjike në Vjenë, artisti shqiptar solli një interpretim emocional dhe energjik që u prit me duar trokitje të forta nga publiku dhe reagime pozitive në arenën e Festivalit Europian të Këngës 2026. Kënga u shoqërua me një koncept modern, skenik dhe efekte vizuale mbreslënse, duke u kthyer në një nga performancat më të komentuara të natës së dytë gjysmëfinale. Pas televotimit dhe votave të jurive, Shqipëria arriti të renditet mes 10 vendeve fituese, duke siguruar kështu një vend në finalen e së shtunës në jubileun e 70 të këtij festivali.